është çmenduria që po ndodh në Shqipëri. Është vërtet për të ndosur duart kokë se si është transformuar kjo fushat elektorale, sikur të ishte një pazar i frutave të perimeve. Shesin domate. Një fushat pa ide, pa program, pa zgjidhje. Kryeministri flet në fushat elektorale sa shpejt ecën Lamborghini që ka Noizi, plum pushke, muhabete kafenesh. Sali Berisha I ka bërë thirrje zhabave, bretkockave, intelektualve, budallëve që të bashkohen kundër sistemit të votojnë PD-n. Këta bërtasin, ulërasin me sa fort që kanë, kur kanë interesat e tyre. Tre janë objektivet e tyre: pushteti, vota dhe karrikja. Asnjëri nuk flet për varfërinë, për shëndetësinë, për ilaçet që mungon në spitale, për pensionistët, për papunësinë, për Shqipërinë që mboshatisë çdo ditë, për shkollat që janë bosh. Por unë besoj dhe mendoj dhe kam bindjen e plot se ne kemi mundësinë si asnjëherë tjetër në këto zgjedhje të votojmë partitë e reja, të votojmë idetë e reja, të votojmë frymën e re. Shqipëria ndryshon duke vetuar ndryshe. Votoni ndryshimin, votoni idetë e reja, votoni frymën e re. Vetëm kështu mund të ndryshojmë Shqipërinë.